sidomos të sigurisë. Sure, thank you for having me today. Actually, this is not my first time here. Kjo nuk është hera ime e parë I këtu. was in Kosovo. Herën e parë që kam qenë në Kosovë, kam qenë si pasqyruajtës Marines i Shteteve të Bashkuara në 2002 kam shërbyer dhe në ganë të plotë të paqes, stabilitetit dhe operacioneve humanitare. Do thotë, menjëherë pas luftës ka qenë një përvojë me ndikim të jashtëzakonshëm për mua që të shkoj dhe t'ju ndihmoj popullatës. Një shteti të shkatruar nga luftë dhe shteti dhe që po përpiqej të bëhej i pavarur dhe të fitoj lirinë dhe prosperitetin, siç janë gjërat që i kemi në Shtetet e Bashkuara. Kështu që më kujtohet kur jam larguar nga Kosova në atë kohë ku kam shpresuar që do të jem në gjendje të kthehem herë dhe të shoh rezultatet e punës tonë dhe punës së njerëzve të Kosovës, me të cilat kemi punuar së bashku dhe tash me kalimin e kohës kam shërbyer edhe 19 vite në ushtri dhe këtë vit për herë të parë, 24 vite më vonë, ka lënë jashtëzakonisht përshtypje jam shumë i nderuar dhe i bekuar dhe falenderues që popullata e Kosovës mbeten të fuqishëm, rezilient që partneriteti me NATO-n vazhdon. Po dhe popullata e Kosovës kanë reziljenca e tyre ka shndritur në për tërë botën dhe kanë udhëtuar në për tërë globin dhe janë kthyer dhe kanë demonstruar se jo vetëm Amerikës, po edhe Evropës dhe pjesë tjetër të botës që këta njerëz nëse ju japet mundësia do ta marrin në dorë situatën dhe të bëhen më të ndritshëm në të për tërë botën. Dhe kjo me të vërtet është përkufizimi i saktë i suksesit dhe me të vërtet jam falendëruar që kjo historia ime sa do e vogël këtu ja ka vlejt dhe do ta bëja prapë po ta kisha mundësinë. Padyshim eksperiencë shumë interesante për ta ndarë me opinionin publik dhe do dua ta vazhdoj dhe më tutje me çështjen e sigurisë, zoti Marquez. Më vjen mirë që shihni një ndryshim pozitiv në raport me Kosovën dhe gjithë ato vite që kanë kaluar, por Kosova e ka një synim dhe këtu ka një konsenzus të plot. Synimi i Kosovës është komplet integrimi edhe antarësimi në NATO. Por për NATO ka pak sfidat janë politike. A është një ëndër NATO-ja apo është diçka që mund të preket dhe Kosova mund të jetë pjesë e aleancës më të fortë një ditë? Nuk është ëndër. Mendoj që është diçka që është shumë e arritshme. Organizata ime e përbër nga 1.5 milion veteran amerikan e mbështet zgjerimin e NATO-s dhe unë besoj se me përpjekjet e duhura si të NATO-s